Kompetencë për pastrimin dhe mbledhjen e mbeturinave është ekskluzivisht e kompanisë regionale pastrimi. Mirë po, kompania për shkak të problemeve teknike dhe arsyetimeve tjera nuk po mund me bë mbledhjen e mbeturinave, prandaj Këshilli për Sigurinë Bashkësi Komunës Fushë Kosovës, që e kryeson kryetari Valem Preveza, kemi marrë vendim që të shpallim gjendje emergjente, në mënyrë që të angazhojmë operator të licencuar për mbledhjen e mbeturinave, në mënyrë që të hekum mbeturinat dhe të pastrojmë qytetin dhe fshatrat e Fushë Kosovës, për arsye shumë të qartë, sepse mundet më shfaq edhe ndaj pandemi, se ka vende dhe ka pika ku mbeturinat nuk hjeken pra deri në 4 javë. Ne nuk kemi qenë të kënaqur pothuajse kur. Domethënë çdo herë kompania pastrimi ka operu me 2 kamion ose 3 kamion maksimumin komunën e Fushë Kosovës, shumë disa ditë, me 2-3 ditë i ka pas 4, kur dihet që komuna e Fushë Kosovës tash i ka për mbi 100.000 banor, edhe nuk mjafton as për së afërmi mbledhja dhe grumbullimi i sasisë të madhe të mbeturinave që i qesin qytetarët. Pra nuk mundet me kry shërbim me 2 kamiona. Minimum, bazë të matjeve dhe bazë të raportime, Fushë Kosovës i duhen 5 deri në 6 kamiona që të operojnë çdo ditë në mënyrë që ta mbajnë qytetin pasur. Kompania regionale i ofron 2 deri në 3 edhe ata të vjetër edhe me shumë probleme teknike. I lusim qytetarët e komunës Fushë Kosovës se ne jemi përgjegjësi për mbledhjen e mbeturinave dhe i lusim që të kenë durim spaku edhe një kohë derisa të angazhojmë operatorët privat. Gjithashtu vlen theksohet dhe të njoftojmë edhe qytetarët, që i njoftova në mediume tjera, që komuna ka bën hapjen e tenderit për blerjen e 6 kamionëve të ri për mbledhjen e mbeturinave dhe me ardhjen e atij kontingjenti të kamionëve shpresojmë që qytetarët nuk do ta kenë më këtë problem. Pra jemi të bindur që shumë shpejt mbaret vetëm nga procedurat e prokurimit dhe do ta zgjidhim problemin e mbeturinave në komunën e Fushë Kosovës.